që imitojnë njeriun, janë një ëndër, apo rrezik për gjitha këto e të tjera. Kam kënaqësinë e një bisede në studio me Ermand Mertenika, inxhinier biomjekësor. Faleminderit që jeni me mua. Përshëndetje Sonila dhe kënaqësi që jam si gjithmonë pranë jush në Ora News TV për këto tematika interesante që vërtet janë, domethënë, janë shumë çuditshme. Cilat janë zhvillimet më të fundit të inteligjencës artificiale që po përdoret jashtë mase? Atëherë, unë faktikisht ne kemi përmendur pak a shumë gjëja e parë dhe më kryesore që ka bërë bumin më të madh sot është ai Neuralink, qipi i Elon Muskut, që siç duket edhe nga kjo pjesë ai po vazhdon edhe po zhvillon edhe të tjera gjëra, domethënë një shpikje e fundit që ishte bërë në Kinë. Çfarë është, sepse ky është një zhvillim në bioteknologji. Sot pikërisht për qëllimi kryesor i shkencës dhe teknologjisë, krahas ChatGPT-s e tjerë, kemi të bëjmë pikërisht pra dhe me konceptet e në shëndetësi, pra teknologjia aplikimin në shëndetësi, krahas domethënë në softwareve, krahas aparaturave të ndryshme shumë të sofistikuara, të cilat përdoren për diagnostikim, edhe ky çip i famshëm që e krijoi Elon Musk me anë të kompanisë Neuralink, një kompani që bëri bum dhe mori pikërisht pra akseptimin nga FDA approved, kjo administrata amerikane që i aprovon këto pajisje apo dhe të tjera në tek pacientët. Ky çip i Elon Muskut interesant, sepse për shembull që do të thotë çfarë ndos ky mikrokontroller. Një mikrokontroller, një mikroprocesor interesant kur një pacient për shembull ka pasur një problem ose një masë tumorale cerebrale, gjatë të cilës pas një kirurgjie të caktuar u është bërë mundur ekstraktimi i masës tumorale dhe ky pacient ka kaluar në atë që ne i themi gjendje paralize lokale ose paralizë gjenerare, pra palepsi. Dhe me anë të këtij mikrokontrolleri shumë interesant, domethënë shumë të avancuar, bëhet e mundur pikërisht pra lidhja e këtyre neuroneve, matrizave neuronike, sepse ne dimë që truri ynë ka ose organi i cili ka më shumë dendësinë më të madhe të neuroneve është truri. Dhe më pas më sistemi nervor qendror. Dhe pikërisht pra nga ky dëmtim që mund të ketë shkaktuar një masë tumorale cerebrale, për shembull në gjuhën tonë i themi glioblastoma, hemorragji cerebrale. Jo, është nuk është e njëjta. Hemorragjia faktikisht janë të përafërta me njëra tjetrën, por ka një diferencë të vogël. Hemorragjia kemi të bëjmë pikërisht pra kur kemi gjak derdhje pikërisht pra në cerebral, kurse masa tumorale kemi të bëjmë kur ka dëmtuar një matricë neuronike, një grup të caktuar neuronesh, gjatë të cilës ky pacient ka kaluar pikërisht pra në një paralizë, që mund të jetë paralizë lokale ose gjenerale. Paralizë lokale nëse ky pacient nuk ngre dot një shishe apo një gotë me ujë, implementimi i këtij qipi bën me disa fije elektronike, neuroelektronike. Shiko se kjo është shkencë shumë avancuar që zemrën e ka në Silicon Valley. Që do të thotë aty ku eksperimentohet, aty ku investohet për të rejat më të fundit teknologjisë dhe implementimi dhe instalimi i çipit në trurin e njeriut bën të mundur lidhjen e neuroneve me njëra tjetrën për të rikthyer pikërisht për të rehabilituar. Si komandohet ky çip? Faktikisht ajo, edhe kirurgjia që kishte bërë Elon Musk, pioneri i teknologjisë, që unë e kemi përmendur, që unë e suportoj me këto të rejat më të fundit, sepse në fundit është inxhinier, domethënë i cili ka principet të zhvilluara, të avancuara etj dhe vazhdon dhe eksploron. Duke pas dhe kapitalin e krijoi edhe këtë mikrokontroller. Ky çip është i përbërë me fije elektronike, me detektor, sepse siç e dim, neuronet komunikojnë me njëra tjetër me anë të sinapseve. Dhe dëmtimi i një grupi caktuar neuronesh bën të mundur zëvendësimin e këtyre neuroneve, interesante dhe shumë të çuditshme, me këto fije elektronike, të cilët janë të instaluar në këtë çip. Implementimi i këtij implanti elektronik, pra ka sjellur në shëndetësi një breakthrough, pra një zhvillim masiv, sepse instalimi, implementimi i këtij qipi ose që i themi implant elektronik në cerebralin e njeriut apo në trurin e njeriut bën të mundur rikthimin e lëvizjes së pacientit, pra rehabilitimin e pacientit kur ky pacient ka pasur atë paralizën lokale ose generale. Pra një pacient mundet pikërisht të marrë një shishe, mund të marrë një gotë me ujë etj. Madje diçka e veçantë sepse ky e bëri hapin e parë, e krijoi. Tashmë po bën me anë të këtij mikrokontrolleri trajtimin e pacientëve me sëmundjen e verbërisë, që do të thotë syri me anë të nervit optik, i cili pikërisht përkthehet në lobin oksipital, në tru. Nëse ka pasur një problem të caktuar me anë të këtij mikrokontrolleri, i pajisur me këto fije neuroelektronike, me sensor, bën të mundur zëvendësimin ose trajtimin e nervit optik për të rikthyer shikueshmërinë tek pacientët, për shembull, të cilët kanë pasur këtë problem. Krahas kësaj, ajo që unë faktikisht po shikoj, është edhe një teknologji që po krijohet me anë të një sistemi robotik Brain Bridge. Ose kemi gjuar një sistem robotik shumë i avancuar, i pajisur edhe me sistem lazerik,
ku mendohet që me anë të teknologjisë brain bridge, këto janë projekte të cilët realisht po eksperimentohet, po krijohen në mënyrë të tillë, kjo lloj sistemi robotik bën të mundur transplantin e fytyrës me anë të këtij roboti. Domethënë, realizimi i transplantit të fytyrës është bërë nga kirurg. Domethënë nga kirurg maksofacial, kirurg plastik. Dhe këtë do ta bëjë një robot, këtë do ta bëjë një sistem robotik. Pra një robot i cili mendoni që do ta ketë dikush guximin për të futur në dorën e një robot? Unë mendoj, shiko, e di si është puna, këtu kemi të bëjmë pikërisht me një ndërthurje shumë interesante me inteligjencën natyrale. Do më thënë, njeriu, ne që jemi inteligjenca natyrale, nëse ekziston një ndërlidhje shumë e mirë me inteligjencë artificiale, pra njeriu dhe roboti mund bëjnë çuditëra, pra në sensin që mos dali bumerang. Por dallimi është sepse në raport pikërisht pra me inteligjencën tonë natyrale, inteligjenca artificiale, ne kemi përmendur pak a shumë, karakterizohet nga precizioni, karakterizohet nga saktësia maksimale, që do thotë pikërisht pra dizajni dhe pjesa ku do realizohet kirurgjia është shumë precize. Po ka gjasa të devijojë nga ky precize? Absolutisht. Pikërisht pra kjo është e dallimi midis dy inteligjencave. Inteligjenca artificiale është sepse sistemi robotik është inteligjenca artificiale. Ka që sigurt është ky robot? Sepse funksionon me anë të gjuhëve matematikore. 1 dhe 1, 2. Ose 0-1, gjuhës informatike. Pra është e pamundur që të devijojë. Ne kemi përmendur cili është dallimi midis dy inteligjencave, pse inteligjenca artificiale është precize. Dhe çdo gjë sot po zëvendësohet pikërisht pra nga këto sisteme robotike. Shpesh risku ekziston pyetje të ndryshme për ata të cilët nuk janë shumë të informuar për teknologjinë apo na zëvendëson inteligjenca artificiale. E kemi dëgjuar pikërisht lart e poshtë këtë pjesë. Ajo që unë kam menduar dhe vazhdimisht mendoj është inteligjenca artificiale, se shpesh disa janë të friksuar në këtë pjesë. Inteligjenca artificiale po e zëvendëson deri diku njeriun, profesionistin, specialistin etj, por në mënyrë indirekte, që do të thotë me anë të inteligjencës artificiale bëhet e mundur feedbacku më i madh i punës, feedbacku më i madh i produktivitetit. Inteligjenca artificiale po lehton pikërisht pra punën në çdo industri, si në industrinë mjekësore, si në industrinë e medias, si në industrinë e teknologjisë e informacionit, edhe kudo. Pra shpejtësia e informacionit, saktësia e procesimit është shumë e madhe. Po e lehtëson? Patjetër. A e dëmton? Nëse inteligjenca artificiale keq përdoret, ky është një problem. Që do të thotë për shembull, në aspektin militar, nëse bëndet të mundur pikërisht pra keq përdorimi i inteligjencës artificiale, robotëve siç janë për shembull tanket robotike apo dronet militare, normalisht që kjo ndikon në aspekt negativ. Ose pikërisht pra përdorimi pa kriter ose më shumë se ç'duhet i aish. Për shembull në çështjen e hakerimit. Sot zhvillimi, aplikimi i inteligjencës artificiale në sektorin e teknologjisë e informacionit, pra në information technology, mund të sjellë benefite, avancime, ku sistemi IT-s të jetë më i sigurt, të jetë më i shpejt, por në të njëjtën kohë kemi të bëjmë pikërisht pra me grupet kriminalogjene që i kemi të dëgjuar, hakerat, të cilët ecin paralelisht ose me një hap përpara duke përdorur këto instrumenta të AI-s. Pra deri diku kthehet në bumerang, domethënë, keq përdorimi. Një tjetër gjë, për shembull në rrjetet sociale, aplikimi i inteligjencës artificiale në rrjetet sociale, përdorimi sa më i mirë i rrjeteve sociale, duke mos uploaduar, ne kemi pas përmendur deri diku pikërisht për një tematik tjetër, aplikimi më së miri i inteligjencës artificiale në rrjetet sociale, pra postimi i videove të ndryshme të cilët nuk kanë nuanca dhune apo bulizimi, është një aspekt beneficiar, sepse me anë të këtyre postimeve ne japim dhe një mesazh dhe kontribuojmë në shoqëri. Pra që do thotë ky është një keq përdorim në rrjetet sociale. Një tjetër gjë interesante që ne kemi përmendur, por i kthehemi përsëri prapë tek pjesa e kirurgjisë. Sot kirurgjitë e vështira në vendet e zhvilluara, të cilët kanë kapital, bëhen nga sistemet robotike. Për shembull, Da Vinci Robotic System. Madje dhe me anë të këtij roboti interesant, që është për shumë i famshëm edhe në këto international media që ka dalë etj, është bërë mundur pikërisht pra menaxhimi i këtij sistemi robotik në remote, pra një kirurg shumë i mirë, i cili do kryej kirurgjinë pasi është trajnuar shumë mirë, mund ta kryejë këtë në remote, pra në një distancë. Dhe në anën tjetër ku ndodhet pacienti është moduli robotik, që do të thotë pikërisht pra ato që janë instrumentat gjatë të cilës krahët robotik përdorin, domethënë. Në industri, inteligjenca artificiale ka sjellur aspekt beneficiar shumë madhor, sepse ka bërë të mundur rritjen e produktivitetit. Pra, nëse para
15 vjetësh apo para 20 vjetësh kishin për shembull në industrinë elektronike, në industrinë automobilave, nëse para 15 vjetësh apo 20 vjetësh kompanitë e mëdha ose korporatat kishin staf të maspunojësish dhe punonin për një produktivitet i cili është shumë i ulët, për shembull 10, 15, 20 automobila. Sot zhvillimi i inteligjencës artificiale në industri, pra në sistemet automatike, bën të